Prokuroria e posaçme SPA ka nisur hetimet për një grup personash në Kukës, të cilët akuzohen për korrupsion aktiv gjatë zgjedhjeve në Kukës. Nga të dhënat e SPA rezulton se një grup personash përmes veprimeve aktive u kanë premtuar dhe ofruar shuma monetare disa shtetasve në qarkun Kukës, duke i kërkuar të votojnë për një subjekt të caktuar politik, pjesëmarrës në zgjedhjet e 11 majit 2025. Me urdhër të SPA është arrestuar 3 ditë më parë Kalosh Peposhi dhe është shpallur në kërkim Gazment Peposhi me detyrë kryeplak i fshatit Lusen Kukës, të cilët blinin vota në favor të PSD. Dy personat e arrestuar janë kushërim me njëri tjetrin. Policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale shumat monetare 205.500 lekë të reja dhe 525 euro, një aparat celular iPhone dhe një automjet Mercedes-Benz. Kalosh Peposhi dhe Gazment Peposhi u kanë premtuar dhe ofruar shuma monetare shtetasve votues në njësinë administrative Ujmisht, në fshatrat Lusen, Matranç, Bushtric të rrethit Kukës, për të votuar në favor të subjektit politik Partia Social-Demokrate PSD, subjekt pjesëmarrës në zgjedhjet për kuvendin 2025, duke kryer element të veprës penale korrupsion aktiv në zgjedhje në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 328 dhe 25 të kodit penal.